Faleminderit. Zoti kryetar, kjo seancë sapo mori vendim për të shtyrë një projekt ligj për disa ndryshime në Kodin Rrugor, por më lejoni të kujtoj që jeni shumë selektiv në raport me mënyrën se si trajtohen nismat e deputetëve nga ky parlament. Mjafton të kujtoj që janë të paktën 25 nisma me firma deputetësh të Partisë Socialiste që kanë kaluar dhe brenda javës këtu. Ndërkohë, po për Kodin Rrugor, unë kam dorëzuar një nisëm në parlament në mënyrë që të rinj që qarkullojnë me monopatina të qarkullojnë lirshëm dhe në mënyrë të sigurt. Pra ka 7 muaj që ish Ministrja e Brendshme që lëvizi nga salla këtu, ua ka nxirr jetën të paktën 10.000 të rinjve në Tiranë dhe nuk merret asnjë mas, ndërkohë që unë sjell ligjin në parlament dhe mbahet në sirtar prej të paktën 4 muajsh. Tani mirë që interpelancat na i mohoni. Mirë që na keni ulë këtu në fund të parlamentit, po të paktën edhe të nismat parlamentare na trajtonin në mënyrë të barabartë. Nuk kemi rastësisht në këtu, zoti kryetar. Jemi deputetët e një force politike që ka marrë 50.000 vota. Ndaj dhe duam të ushtrojmë detyrën tonë kushtetuese. Nuk mund të presim ne me muaj për nismë, sepse është e turpshme. Jemi i vetmi vend në Evropë që ndalojmë të rinj të qarkullojnë me monopatina në rrugët e Shqipërisë. Nuk ka asnjë vend. Italia e rregulloi javën e kaluar duke vendosur kask, siguracion të thjeshtë dhe një targ. Këtu u mohohet liria të rinjve. Tani ndoshta këtu në këtë parlament fëmijët tuaj që janë në moshë të re kanë mundësi të përdorin një makinë, po shumica e të rinjve shqiptar, veçanërisht ata që sapo kanë mbaruar shkollën dhe fillojnë punën për herë të parë, që paguhen me pagë minimale, nuk e përballojnë dot makinën. Dhe i vetmi mundësi që kanë është të marrin një mjet elektrik që kushton pak, por ata e marrin me kredi për të qarkulluar si qytetar dhe në formë ekologjike. Tani në mënyrë absurde ministria i ndalon pa dhënë asnjë shpjegim dhe vetëm në Tiranë, sipas një studimi të thjeshtë, por dhe duke folur me grupet e interesit, me bizneset e tyre, me oficinat e tyre, të tregojnë që në Tiranë të paktën në vitet e fundit janë shitur 10.000 monopatina. Janë 10.000 të rinj që qarkullojnë në qytet, të cilët i sjellin ekonomi qytetit, pastërti qytetit, por qeveria vendos se kush duhet të qarkullojë dhe kush jo. Problemi është që unë e kam sjell nismën, e cila kërkon 84 vota, një bashkëpunim me gjithë deputetëve dhe në futën diskutim. Nuk ka kuptim të fillojmë vetëm diskutimet e PS-s dhe të PD-s. Duhen edhe tona në këtë aspekt. Faleminderit. Zoti Kapri, nisma juaj është përfshirë, është në kalendar. Është pjesë e kalendarit. I ka kaluar atë periudhën që duhet të qëndroj në parlament, në kuvend, prej 2 javësh. Komisionet janë të lira, të inkurajuara madje të shqyrtojnë gjitha nismat që janë në kalendar. Dakor, po kjo nuk ka lidhje as me ndonjë qëndrim të qeverisë apo është procedurë parlamentare, është përfshirë në kalendar. Komisionet vijojnë punën e tyre. Ky është qëndrimi. Zoti Sajmir Koreshi, për procedurë.